Një qeverisje e cila nuk e fut vendin pikrisht këtu ku jemi sot. Pas jeni ju bashkë përgjegjës për këtë situatë? Nuk jemi, ne jemi partia e tretë politike në kuvendin e Kosovës me 20 deputet. Përgjegjësia e madhe, kryesore e kësaj situate politike është fituesja e zgjedhjeve me 48 mandate. Asnjëherë të progaj. E cila ka qenë e paaftë me kriju qeveri dhe ka qenë e paaftë me menaxhu krejt këtë proces. Ma thuj Zogaj rrëfimin e vërtet të plot, përse nuk u takuat me Kurtin? Pse nuk ndodhi takimi Abdigjiku Kurti për të parë? Nëse ka shtrat mundësie për t'i dhënë vendit institucione. Pse nuk ndodhi këtë takim? Pse nuk ndodhi këtë takim? Ne jemi përgjigjë në mënyrë zyrtare, jemi përgjigjë. Qka të mjaftomi me justifikime Zogaj, se do rrëfimi vërtet? Asoj përgjigje ja kemi bashkangjitë edhe një alternativë e cila del tjetë alternativa ma e mirë që është dhonë nëjherë në tavolinë për daljen nga ngërçi politik. Po, si do të qëndrimin e ti është duke dhënë, se duke dhënë qëndrimin të ndlerët. Jo, sepse pe gjune absolutizm të përgjithshëm, zotis Zogaj. Pa, është duke dhënë qëndrim të politik. Jo, del të jetë. Mendojmë që del të jetë është qëndrim politik. Po, qëndrim... Mendojmë dhe jemi të bindur që është një prej zgjidhjeve më të mira deri tash e propozuar në tavolinë. Okej, të fundit krenar Shala, urdhërosh Shala. A nuk ju duket kjo formula që e keni propozuar ju si formule cila nuk përkon me realitetin e tanishëm në Kosovë dhe më shumë përkon me realitete ku situata mund të jetë komplekse në kuptimin e që mund të ketë ngjashmëri me fazat e pas luftës ta zëm, apo pas trazirave... Po Antonika Gërvalla tha ka kalu koha unë mikut, nuk kemi më unë mikut. Pas trazirave, apo pas ndonjë lufte civile. Jo, bre, po ky është gabimi i leximit atij propozimi. Duke e pa edhe rezultatin politik të zgjedhjeve. Duke e pa edhe ngërçin politik dhe duke e pa që asnjëra anë nuk e ka shumicën politike në kuvend, ne kemi propozu që të dalim nga ngërçi politik dhe ta përgatisim vendin për zgjedhjet e reja të pranverës që vinë prap me problemin e zgjedhjes së presidentit të ri të vendit. Andaj, do të kishte një